Shikues të nderuar, jemi këtu me zonjën e hekur të Partisë Demokratike, Josefina Topalli, e cila është drejtuese politike kësaj partie për diasporën. Dhe sapo ka përfunduar një takim shumë të rëndësishëm dhe të madh, thoja, këtu në Londër me shqiptarët e Britanisë së Madhe. Zonja Topalli, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Londër. Mirë se u gjeta, për mu ka qenë një takim shumë emocional në fakt dhe ju falenderoj edhe për interviste. Faleminderit. Zonja Topalli, ju për arsye që tashmë dihen, keni pasur një shkëputje nga Partia Demokratike për disa vite dhe tashmë jeni pjesë e kësaj partie ku keni dhënë një kontribut të madh gjatë viteve. Si ndjeheni pas këtij rikthimi, do të thoja? Unë jam jashtë parlamentit prej 8 vitesh, për shkak të mos përputhjes së ideve me ish-kryetarin e partisë, dhe sigurisht nga vlerat me cilat më kanë bashkuar gjithmonë forca jonë, Partia Demokratike nuk jap shputën asnjëherë. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, sidomos to 4 vitet e fundit për opozitën në Shqipëri. Biles në disa ngjarje gati e pa imagjinueshme që në 2021, 22, 23, 24 opozisti merreshin emri partisti, hiqe identiteti formalisht, ligjërisht, të arrestonin kryetarin e partisë, dhe më thanë kishte një përpjekje të dukshme, arrogante, në një farë mënyre që cënon të rënd pluralizmin për të zhduk opozitarizmin, sepse është një strategji që disa e përdorin për të qëndruar sa më gjatë në pushtet, o për qaje, o zhduke forcen opozitare. Në rastin aktual në Shqipëri, arritën derisa dhe të arrestojnë kryetarin e Partisë Demokratike. Në fakt i bie që t'i heqësh gjithë përfaqësimin opozitës shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve që nuk bin dakord me atë që bën qeveria aktuale. Unë kam menduar gjithmonë se ka qenë një projekt për të zhduk një opozitë reale dhe për të majtë një opozitë fasad, në mënyrë që pushtetit të ishte i garantuar në vazhdimsinë e vet për të vazhduar projektet e veta. Ka qenë një rezistencë e madhe e shqiptarëve për të mbrojtur disa kauza që ishte e vështirë për t'ia dalë përballë, por që në fakt për shkak të kësaj rezistencës sot kemi rimarrë emrin e Partisë Demokratike, zoti Berisha ka dalë nga arresti dhe jemi në një fushat, pavarësisht se kemi 4 vite që përplasemi me dallët nga më të egër. Dhe jemi përpara zgjedhjeve që do jetë një moment kritik për Shqipërinë, dhe kjo është edhe një ndër arsye që ne kemi, meqense për herë të parë diaspora mund të votojnë nga shtëpia, për ato që janë regjistruar, jemi në takime intensive kudo, dhe kjo është një arsye që pas shumë takimeve tjera që tjerët kanë mbarë, këto jam avon sot. Dhe ishte një kënaqësi dhe emocion shumë i madh në fakt, të takosh kaq shumë shqiptarë që jetojnë këtu dhe secili me historinë e veta, me përpjekjet, me kalvar vujtjesh, por edhe me arritje të jashtëzakonshme që na bën krenar. Dhe rikthimi juaj përkon pikërisht me votën e diasporës, e cila tashmë u mundsua dhe ju jeni pikërisht për këtë arsye këtu, dhe vota e diasporës në disa qarqe në Shqipëri mund të rezultojë, ose besoj që rezulton vendimtare. Ju më parë jeni shprehur që forca juaj politike ka qenë paksa e vonuar me diasporën në krahasim me kundërshtarin tuaj politik. Por sot, pasi që ka përfunduar procesi i regjistrimit, cili është progresi që ka bërë Partia Demokratike në lidhje me diasporën për të fituar votën e tyre? Po, kur ne kemi nisur në fund të dhjetorit, pala kundërshtare kishte një vit që punonte dhe kishte gjithë fuqinë e vet financiare, administrative, punonte me gjithë kryetarët e bashkive, drejtora etj. Ndërkohë që ne kishim të pamundur se ne ishim në farë mënyre të gjithë të arrestuar dhe në një moment do ishim apo nuk do ishim. Prandaj thash përpara që unë gjithmonë kam besuar se ka pas një projekt për të zhduk opozitën reale dhe për të majtur një opozitë që kryetarin e kontrollonin. Gjë që nuk u realizu si mas projektit që ishte, por ne kemi rekuperuar. Domethënë, në qoftë se ne në fillim ishim pikën 0 dhe ato ishin shumë lart,
Data 4 mars na ka zënë ne me një mbështetje jashtëzakonisht madhe, ndërkohë që shqiptarët e diasporës refuzonin për shku për shembull në takimet e drejtuesit të Partisë Socialiste Taulan Baz. Jo rastësisht edhe e quajmë viti diasporës për faktin se ndoshta nuk di nëse do të ndodhin më që të ketë një moment kritik të tillë kur rasti i votës i fuqisë elektorale të shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë të jenë aq vendimtare për fatin e Shqipërisë. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për një rotacion politik, po e kam fjalën shumë më tepër se sa kaq, sepse me dëbimin e qindra mijëra shqiptarëve një periudhë shumë të shkurtë, brenda territorit të Shqipërisë ka një bushatisje totale të periferive, të fshatrave, ikje të rive, ikje të fëmijëve, zvoglim të lidhshmërisë, rënje të demografisë, një përshpejtim shumë të madh të plakjes së shoqërisë shqiptare dhe një pamundësi për t'u përgjegjë kontributet për pensionet dhe të atyre të moshuarve që kanë mbetur aty. Kjo është vetëm një anë dhe pastaj po ta shohësh në funksion të bizneseve, ata s'kanë fuqi punëtore më për gjetë. Njerëzit më shkolluar janë larguar, shtresa e mesme është larguar. Kjo nuk ka më lidhje thjesht me ndryshime politike. Kjo ka lidhje me emergjencën kombëtare. Kuptoj. Dhe ju tashmë keni zhvilluar shumë takime, jo vetëm këtu në Londër, por edhe në shtete të ndryshme me bashkëdhetar, pra me diasporën në kuadër dhe në funksion të zgjedhjeve të 11 majit. Cili është perceptivi juaj? Si do votoj diaspora? Sa mbështetje keni nga diaspora shqiptare dhe përse mendoni se diaspora shqiptare ju mbështet ju dhe forcën tuaj politike, pra Partinë Demokratike? Po filloj me anën logjike, sepse vota është e fshehta personale, çështja ndërgjegjës dhe unë se them dot sot. Po nëse ndjekim një linjë logjike, nëse në 10 vjetët e fundit janë përzënë, janë dëbu 1 milion shqiptar, unë e kam vështirë për të menduar se ato që i kanë dëbu të i rikthehet si vot në përqeverisë. Ky është i vetmi arsyetim për cilin ju mendoni se do votojnë për ju? Kjo është logjika kryesore. Pastaj ka shumë arsye të tjera të cilat unë besoj për ato që kanë jetuar periudhë kur qeveriste Partia Demokratike, që kishte ne kemi qenë serioz me ligjin, pavarësisht edhe gabimeve që kemi bërë. Po ne kemi liberalizu vizat, ne kemi fut vendin aleancën e NATO-s. Ka pas aq shumë ndryshime një periudhë aq të shkurtë, ndërkohë që në 12 vite proceset e integrimit kanë mbetur vendnumra, ndërkohë që shqiptarët përzihen dhe pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare është jashtë optikës së qeverisë aktuale në çdo aspekt. Në aspektin e drejtësisë sociale, në aspektin e mundësive ekonomike, në deformimin total të tregut dhe të ekonomisë dhe përqendrimin e tyre vetëm në disa duar, në një stat korrupsionit gati të frikshëm dhe të pa imagjinueshëm që sigurisht ka pasojat në fushën e arsimit, të mjekësisë, të jetës së përditshme, të ardhurave të munguara dhe kështu me radhë. A mendoni se diçka do ndryshojë për diasporën përveç një përfaqësimi? Sepse ne dim që nëse dikush zgjidhet deputet nga diaspora do përfaqësoj qarkun nga Vjen dhe e dim që nuk është mundësia të paktë për momentin që të përfaqësojnë komunitetin ku jetojnë, komunitetin shqiptarëve ku jetojnë, po çfarë risish mendon se do sjellin kthimi apo zgjedhja e një përfaqësuesi nga diaspora në Parlamentin shqiptar? Do nalsha në dy rrafshe për t'ju përgjigj pyetjes suaj. E para është që ajo tregon që është një fuqi jashtëzakonisht e madhe elektorale që kondicionon çdo forcë politike që të jetë nesër në qeveri, sepse politika gjithmonë bën shumë kujdes për atë fashu të votuesve, sepse e din që do të gjendet në gjykimin e tyre, në vlerësimin e tyre në zgjedhjet e ardhshme dhe në këtë mënyrë e kondicionon zgjedhjen e qeverisë vota e diasporës. Ndërsa për sa i takon çfarë do ketë diaspora, mendoj se ne është bërë një hap i parë, por ne do të shkojmë drejt ndryshimeve ligjore për të pas një përfaqësim real, proporcional të diasporës edhe në Parlamentin shqiptar, për shembull siç e ka Italia, që ka një numër të saktuar, të llogaritur që vendet të ndryshme ose proporcionalisht me popullsinë të kenë përfaqësuesin e tyre.
Po kjo do t'jetë për herën tjetër, sepse kësaj radhe ka qenë pamundur. Shpresa. Partia Demokratike ka shkuar për disa vite nëpërmes disa peripecive që tashmë janë të njohura për publikun, për çdo kënd, dhe një kalvar politik do të thoja. Si është Partia Demokratike sot, zonja Topalli, sa e fortë është, sa e organizuar është dhe sa e gatshme është që të vinë në pushtet? Në muajt e fundit ka një transformim tërësor të situatës politike në Shqipëri dhe të ringritjes Partisë Demokratike. Kur thash që ishim projektu për të zhdukur, isha shumë serioze. Dhe ishte gati një situatë shumë serioze. Ndërkohë që ka një ngritje vertikale dhe ka një pakënjëtësi shumë të madhe herë ndaj qeverisë aktuale dhe ka një ndryshim tërësor të Partisë Demokratike, të organizimit saj, po në mënyrë të veçantë të një shtreset popullsisë që kërkon se s'ban ndryshim. Por po them, në Shqipëri ka shumë frikë. Ju ndoshta nuk, sigurisht po s'jetove në Shqipëri gjithkohën, edhe unë që jetoj në Shqipëri dhe ngaherë nuk e realizoj se si ndihet një shqiptar me kushte normale në jetën e përditshme. Ka shumë frikë. Është kriju kjo ideja frikës që nëse nuk i shkon gjëja për shtat qeverisë, mund të godasi, mund të kthehet në të kundërtën. Por gjithsesi vota është e fshehtë dhe ajo është shumë personale dhe është çështje ndërgjegjës shoqore. Kështu që është një rast i jashtëzakonshëm momenti i votimit për t'ia kthyer me votë çdo pamundësi dhe çdo derë të mbyllur që ja bën çdo qytetari shqiptar brenda territorit të Shqipërisë apo jashtë territorit të Shqipërisë. Ju sapo thatë që shqiptarët, pra, ose po ju parafrazoj që ata që nuk jetojnë në Shqipëri nuk mund të kuptojnë gjithçka, dhe a mendon që diaspora i kupton gjërat që ndodhin në Shqipëri, jo vetëm sociale, por politike dhe gjithçka, në mënyrë që të votoj spontanisht, le të themi, dhe jo në mënyrë tradicionale për kë kanë votuar apo kë kanë simpatizuar përpara se të linin Shqipërinë? Ndoshta tek frika që kemi ne në Shqipëri, ndoshta perceptimi nuk është 100%. Por ato që kanë ikë dhe vujtjet që ato kanë përsy për të arritur aty ku janë sot, sigurisht që nuk harrohen, sepse çdo dram që secili për ne shkalojmë në jetën tonë, ajo aty brenda nesh është. Kështu që sigurisht që kjo është kthehet një moment të saktuar, por mbi të gjitha besoj se kryesisht lidhja fuqishme me vendlindjen dhe dëshira për të pas një Shqipëri të fortë dhe me një dinjitet është një arsye e madhe që ato të kthehen një potencial të jashtëzakonshëm për ta futur atë në shinat e një Shqipërie më të drejtë dhe më të nervshme. Zonjë Topalli, kemi disa parti të reja tashmë në Shqipëri, disa ose një ose dy janë edhe derivati Partisë Demokratike, që do thotë potencialisht mund të marrin vota nga Partia Demokratike duke marginalizuar votën e PD-s në një farë mënyre. Në këtë kontekst, kush i kërcënon më shumë, Lapaj apo Basha? Jo, unë mendoj se asnjëri prej këtyre dyve. Ndoshta në një tjetër mund të marrin më shumë vota, ndoshta mund të marrin një mandat maksimumi. Pse? Sepse është vetë sistemi që ja vështirëson hyrjen forcave të vogla politike. Pastaj Basha është histori gati ineksistente. Dhe nuk e shikoni si një kërcënim fare? Jo. Ndoshta të tjerët mund të marrin një mandat, po nuk besoj. Po pavarësisht gjithë këtyre divergjencave, ju jeni optimiste që Partia Demokratike do të vinë në pushtet pas 11 majit? Nëse nuk do vinë në pushtet, një histori shumë e paparashikueshme do të jetë për vendin tonë. Jo për shkak se është një forcë tjetër politike, po për shkak se në 12 vite rresht është treguar se po shkojmë drejt një situate të pakontrolluar ekonomikisht, ligjërisht, politikisht
pa fol për politikën e jashtme që nga njëherë ka pas disa lohatje shumë të çuditshme. Doja të prekja pak lista, zonja Topalli. Partia Demokratike ka zhvilluar primaret, megjithatë ka pasur ankesa pasi figurat që janë të përfshira në listë, sidomos dhe ato në listat e mbyllura, janë figura që janë ditur dhe janë të njohura për Partinë Demokratike edhe përpara primareve, që do thotë nuk janë figura të reja, dhe kam fjalën nuk janë figura të reja në politikë, nuk e kam fjalën nga mosha. Sa të kënaqur janë elektorati i Partisë Demokratike me zgjedhjet që janë bërë për sa i përket listave? Po çdo forcë politike... Sipas asaj feedback që merrni ju nga elektorati juaj. Po flas nga eksperjenca në gjatë gjithë këtyre viteve. Çdo forcë politike ruan një korpus qendror të një eksperiencë politike dhe natyrisht kësaj i bashkëngjit ide të reja politike, po dhe moshë të rej politike, të cilët janë edhe brenda listave të mbyllura, edhe shumë brenda listës së hapur. Ka shumë të ri, por unë do doja që të kishte më shumë edhe ide të reja për të pasuruar dhe për të bërë një kombinim midis energjisë dhe të resë që sjellin rinia dhe eksperiencës që sjellin ato që kanë vite në politikë. Gjithmonë e mira, domethënë mund të bësh më mirë, por besoj se është një listë normale. Ju personalisht jeni e kënaqur me këtë listë? Është pak a shumë ajo gjë që kam menduar se mund të ndodhte. Gjithmonë ka më mirë, dhe gjithmonë ka dhe brejtje. Absolutisht, dhe jemi drejt, çdo kush tenton që të jetë drejt përmirësimin dhe gjithçka patjetër. Koalicioni juaj është i gjerë, me një numër shumë madh partish, por dhe me kaza të ndryshme, do të thoja. Ajo që dua t'ju pyes është nëse koalicioni është diçka, është kaq i madh me gjitha këto parti si një dëshpërim për të larguar Ramën me çdo kusht, apo ju bashkojnë dhe kauzat politike në këtë koalicion? E kuptoj pyetjen. Në kushtet e një udhkryqi ti nuk ke shumë zgjidhje. Përveç se të kapitalizosh çdo mundësi dhe çdo votë për të arritur maggjorancën. Nëse nuk arrin numrin si maggjorancë, ti nuk bën dot rotacionin. Kështu që në politikë i detyruar të bësh edhe koalicione që ndoshta si ke shumë për zemër, apo nuk i ke as në planin ideologjik që ti mbështet, por i bën siç ndodhen vende tjera të Bashkimit Evropian për të bërë ndryshimin dhe rotacionin e pushtetit. Mund të kishte kenë një koalicion edhe më i madh, mund të kishim fut edhe disa element që po tentojnë për ty me forcat e reja, por ato nuk kanë pranuar dhe e mira do ishte që mos të humbisnim asnjë votë, sepse nuk e kemi luksin për të humbur asnjë votë. Po jo çdo gjë ke nën kontroll. Ti bën maksimumin asaj që mund bësh. Pastaj situata dhe Partia Demokratike ka bërë më të mirën. Momente jashtë edhe këtij kontrolli. Partia e Lirisë. Për Partinë Demokratike një aset politik apo mbase një ndryshim politik? Ato janë një ideologji tjetër. Po që keni provuar koalicionin me të përpara? Dhe kemi qenë në koalicion, kemi bërë edhe gjëra pozitive, sigurisht ka pas edhe gjëra që nuk i kemi pas për zemër. Por në momentin e krizë politike të opozitës, kur ne hymë në zgjedhjet e fundit lokale, ne nuk na lejun me vu në fletën e votimit as emrin e kryetarit partisë, ne na hoqën vulën, ne na hoqën emrin dhe praktikisht me këto vendime kërkonin që ne mos të hynim në zgjedhjet lokale. Dhe në këto momente ku mund të shuheqim fare, Ilir Meta ka vendosur emrin e tij dhe na ka dhënë mundësi për të regjistruar. Dhe kjo është një fakt. Dhe nuk mund ta harroj. Ai është në burg sot. Ai është në arrest sot. A është futja në koalicion me të apo në disa persona të Partisë Lirisë në listat sigurta si një shpërblim i kësaj? Nuk them shpërblim, po njeriu duhet mos harrojnë kur një moment ti mund zhdukesh sekret që dikush doli dhe të bëri që të vazhdosh udhëtimin politik tënd. Nuk e di si mund t'ja vej me emrin, po njeriu duhet në momente kyçe të ekzistencës
nuk do të harrosh nëse dikush të dha mundësi për të vazhduar timin politik. Qartë. Dhe çfarë mendimi ka Josefina Topalli për SPAK? Nëse Partia Demokratike vjen në pushtet, të shkrihet SPAK-u apo t'i jepet një boost apo një shtytje edhe më tejshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në Shqipëri? Vendi jon ka nevojë për shtet ligjor. Vendi jon ka nevojë për kurajë të madhe për të luftuar korrupsionin. Kështu që në këtë aspekt çdo përpjekje që bëhet për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin, dhe çdo prokuror që edhe rrezikon në fakt për një gjë të tillë është për të vlerësuar. Në çdo rast kur shkelet ligji apo kushtetuta është për t'ia kujtuar se kjo nuk duhet të bëhet. Pra ne jemi kundër një prokurie politike, por është për të vlerësuar çdo punonjës i shtetit, çdo prokuror që lufton korrupsionin dhe krimin organizuar. Jo, nuk ka asnjë projekt brenda programit ton për shkrirjen e një institucioni, por sigurisht ka gjithmonë gjëra për të bërë më mirë. Okej. Dhe sfundi zonja Topalli, ju sapo e përfunduat takimin dhe i mbajtët fjalimin tuaj dhe i dhatë mesazhet tuaja, por sidoqoftë në fund kësaj interviste nëpërmes ekranit televizionit Albio UK, nëse dëshironi një mesazh për gjithë ata që ju mbështesin, për votuesit, për diasporën, sidomos për ata në Britaninë e Madhe këtu. Ne si kombë, unë së pari do të kërkoj një ndjes të madhe të gjithë atyre që kanë qenë të detyruar të rrezikojnë edhe jetën dhe s'kanë gjetur mbështetjen e shtetit shqiptar. Në këtë kuptim, pavarësisht se nëse jemi të përfshirë individualisht apo jo, të gjithë jemi fajtor. Së dyti, bitë e kombit shqiptar kanë edhe herë mundësinë për të ndihmuar vendlindjen e tyre. Dhe 11 maj është një mundësi dhe ne jemi sot tu për t'ju kërkuar mbështetjen çdo shqiptari që jeton në Londër, në Britani apo në vende të tjera, për ato që nuk janë regjistruar, ndoshta edhe për t'ju thënë, ju lutem, hajdeni në Shqipëri dhe na ndihmoni për të futur Shqipërinë dhe për ta bërë një vend më të drejtë dhe më të mërshëm. Zonja Topalli, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Unë fakt ju falenderoj. Sot ka qenë një ditë shumë e veçantë për mua. Faleminderit shumë. Përshëndetje gjithë.